Ky ka qenë një nevojë e përhershme në momentin që bëhesh prind, sigurisht i prek arsimin, po flasim të paktën për arsimin bazë, sepse është një nevojë e menjëhershme që mundet të lind që në pjesën ku fëmijët prezantohen me çerdhen, pra që me këtë institucion. Por duke marrë përsipër, po themi, pjesën më të madhe të personave që kanë pasur këto shqetësime paseri i kanë shfaqur edhe në rrjetet e mia sociale, kanë dashur që të bashkojnë zërin, edhe pse jo, unë mendova që ta formojmë në një formë të tillë peticioni, pra të ishte më zyrtare dhe më pas t'ja adresojmë këtij institucioni që merret pikërisht me këtë pjesë, pra që është Ministria e Arsimit dhe Sportit. Dhe kur them që janë nevoja të cilat duhen të bëhen menjëherë, janë nevoja që prej vitesh i kemi parashtruar, ndoshta edhe si kërkese që kanë ardhur edhe me mësuesit tanë kujdestare, apo me prindërit, me komunitetin, që pak a shumë mundohemi ta mbajmë ende gjallë dhe ta mbajmë si pjesë të rëndësishme e ndikimeve që këtu mund të themi ndikime që mund të jenë si shtysa për këto vendimarrës, por edhe si nxitje që pikat të kryesore të paktën të realizohen. Dhe ato më tipike për prindit kanë qenë siguria në shkolla, sa të sigurt jemi ne ku i çojmë fëmijët, a mund të dhunohen fëmijët tanë, a mund të ndodhin të papritura, sa në kontroll e kemi, pak a shumë, sepse jeta sigurisht që ka dhe të papritura të tilla që nuk mund të menaxhojnë 100%. Po them pjesën më të madhe, a janë të sigurt fëmijët tanë, e sidomos në pjesën ku arsimi 9 vjeçar ka përzierje midis fëmijëve fare të vegjël që janë fëmijët e fillores që janë 6-7 vjeç me ata të 9 vjeçarës të klasës së 8 apo të 9 që janë 14 apo 15 vjeç. Që gjithë kjo mbarvajtje është parë që e ka ulur sigurinë, por nuk është vetëm kjo, dhe ndikimi i rrjeteve sociale, prindër të cilët nuk janë angazhuar siç duhet me edukimin e fëmijëve të tyre, ka bërë që ne t'i drejtohemi pra ministrisë me këto pika që shihen të arsyeshme që patjetër mund të merren dhe të aplikohen për një të ardhme të afërt.